Po mirë, ju kam përgatitur cak shumë. Është xheloz apo posesiv? Xheloz apo posesiv? Megli kam përshtypjen të nxjerrë vetëm këtë posesivin. Se s'ke bën një smur. I smur? Ja, shiko, xheloz është xheloz i mirë. Xheloz i Pra është e shëndetshme. shëndetshme. Është Është posesiv, qartazi nga fjala në ngjyra e kuqe nuk është i shëndetshëm. Ngjyra e kuqe shumë i ngjan, është e veçantë. Ua, nuk hapëm episodin me këngë sot. Loja, xheloz apo posesiv? Xheloz? Mendoj që e kuptuam lojë. Një javë njoje të thot, prap do dalësh soti. Jo, me paprit se varet si e ka thënë i shkreti. Nëse ka thënë kështu siç e tha Xhesi, prap do dalësh sot ti. Kjo prap do dalësh sot ti, nesër bëhet s'ke për dal, nesër bëhet po ti që ke. Jo tani se ti mund ta kesh bër aq boz gjatë javës, saqë 7 ditë ka java. Unë jam kam që flas me surrat qyren. Ai ishte një javë, am falni. Ja, drago muaj me leta ti po dalun. Po mund të jetë kështu, unë jam përgjys se ndoshta nuk e ka thënë aq keq, me ton të keq. Shiko, po ti do dalësh sot ti, ndryshon, po ti prap do dalësh sot ti, aty huqen. Situata tjetër, Xhesi, mos na jep kaq të lehta. Ai Kaç leta një orë vendosi. Ai nuk do që ti të dalësh vetëm në klap me shoqet. Do të vide ai për shembull. Do vi ai s'ka shans. Çfarë do ai me shoqët e mia në klub herë? Pëlqej shoqja e mia ti? Dashka me muhabet. Ku do të dalë me këtë muhabet? Sherri, këtu fillojmë sherri. Se ju ngasojnë shumë. Normal, lërëziem, çështin kohët e vjetra që ta bësh tjetrin që të ndihet keq për gjë që ke thënë ti për shembull. Vjen kjo. Duhet na një herë në një kështu. Ta kesh aty për të zënë. Bravo, Xhesi, pra atë duhet, motrë. Hajde. Fiks pra atë duhet. Okej, për të zënë. Ai të pyet shpesh, me kë je, ku je, sa do rish? Kë sa do rish s'pëlqen. Pse pyet sa do rish? Kam timer për interes. Kam timer. Po do ta di me gocë sa do rish. Jo, Ço duhet ti unë se di vetë sa do rish. Xheloz. Po Është xheloz, Megli, nuk është posesiv tani, come on. Po do thaj sa do rish o vlla. Të pyetni. Shikon telefonin tënd kur ti nuk je afër, nuk je aty domethënë. E mi se xheloz është i lezetshëm e tham një herë këtë tani, ha. Kur e tham, do Megli. Është i lezetshëm se të kontrollon telefonin kur ti si aty. Sa shpesh e bën? Është i smur. Sa shpesh? O reagjoni ju. Jam ulë një panel të smurash. Jo tani. O Krista, ke kontrolluar ndonjëherë dashuri telefonin? Ja, çdo ditë thot Krista. Sa ajo është saktë. Bravo Krista. Faleminderit shumë. Okej, tani Megli. tjetra. Oh, çfarë nuk di nuk të vret thot Kristalli. Bravo. Jo, nuk kontrolloj. Ai nëse ka dëshirë ja jap vetë telefonin, s'mund ta kontrolloj pa qenë unë aty. Unë gjë me qef nuk kam se ta kontrolloj telefonin Hajde me më qef. Megli se është e lezetshme ndonjëherë. Asi lloj. Megjithse Nervozohet kur nuk e përfshin tek planet e tua. s'ka pse të nervozohet. Ç'është kjo? Sepse vashoj. Se ke shile. Po pra se thon, kur lidhem kam qefën më fut te planet e veta. Gjë shoqet. Tërkohën? Jo. Tani unë do ikin Korç me shoqni fundjavë, do të vide ai. Një sekond, kam një pyetje për ta sqaruar të muhabetin. E zëm se ti po njihesh me këtë çunin. Je në fillimet e njohjes. Më keq Po të dyja akoma. të dyja. Për shembull, sa herë në javë do doni t'ju do ishte normale për që të dilit me të. 3 herë në javë, 4 herë në javë. E shikon? 4 nga 7 janë, plotësisht shumë. Xheloz. Tani, e ti kur del me dikë që ty të intereson dhe të pëlqen shumë, vetë ka ke interesi që lidhje se dalësh. ti po thu mërzitet pse nuk e përfshin te planet e tuaja. Unë sa e njoh ta përfshi edhe te planet e Po mia. themi një javë që e njoh, po jeni në njëjë, domethënë pra një muaj. Jo, kam planet e mia, i kam pas përpara. S'ka hip se të mërças sa vjeç 10 që mërzitet pse s'po e marrën me vete. Megli. Atë Të thot të heqësh nga Instagrami disa meshkuj. Kërë pirdhu. Shiko, kam një justifikim. Zore jeshile? Kam një justifikim, një lutem, një sekond. Po ti nxorë jeshile? Nëse, kam nxjerr asgjë, po dëgjoj atë. nëse ti vjen tek unë me një argument se pse duhet ta heqim ato, është argumenti i mirë, unë e heq. Po nëse është argumenti i mirë ama. Nëse fiton si argument. Pulling a Brikena moment. Dua të jetoj me vjerrën.
Jo, nuk të lutem. Po Kjo argument që ndoshta dhe mund mos pëlqejna një që ka I follow dhe mund t'i them ta heqi dhe ai do të thotë po ti ke të follow, kështu që mendon për të ardhmen. mund të mendon për më vonë. mund të ky është dy standard. Ky është smart. Kjo është bisedë me dy standarde, nuk pëlqen fare. Jo. S'pëlqen. Jo. Ata që s'pëlqen. Ngrije shilet. Po kot sepse unë mendoj që lidhja ime ka më shumë rëndësi se sa kush follow ka mund çun. Patjetër, po Që ky mund të çun që unë kam bë follow para 5 Po vitesh. pse duhet I futet vetëm fakti që I futet aty Instagramit dhe shikon se kush çuna në Instagramin. Ai kontrollon telefonin, ti e bën në jeshil. Tani të bezdiska se të kontrollon ka Instagramin, ë? That's mine. Jam mbylla gojën. Të bën me faj me fjalin, po të më doje nuk do e bëje këtë. Po ky është gafore. Është Manipulues. Manipulues. Këtë më ta bëj unë, po jo ti. Këtë e them shpesh. Mos do t'jap dhe shkëlqysin. Po ti e got. Goca lejohet. Apo jo, me glitch çdo që justifikohet me faktin, po ti e goc, e vërtet. Po jo, po hajde me mu bëjmë thonjt edhe flasim se ku ti ka ngel hatri, se po të më doje, s'do më lëndoje. Të thot, nuk kam besim të tjerët, jo të ti. Bravo, ky është argument çunash, 101. Nëse e pyet një çun për shembull pse nuk të pëlqen ty që unë po shkoj në klub vetëm me goca, thot, o zemra, po unë kam besim te ty, po nuk kam ta që janë vërdall, shpirt se me di si mendojnë çuna, ta kupton. Nuk ka fare. Thjesht mendoj që këta mendojnë që nëse hapet dera klubit dhe shkelin, vin 25 çuna shtrohen dhe na putin këmbët. Ja, ai te këta s'ka besim, jo te unë që mund të eci sipër atyre për shembull. Po të si, tek jam. Blok është ky. Po se si. Okay. Të kërkon të mos bësh like në fotot e meshkujve. Çfarë fotosh? Sepse nëse është William Levy me Pa bluzë, po, mund të bëj like patjetër. Kush e ti të më thuash mos I bëj. Kjo është të mërshme, pse shef ti like-et e meshkujve të tjerë një herë. What do you mean? Ke kaluar Ulberin, do të ndërtosh diçka. Mund të kërkosh ti që mos I bëj like edhe repost këtij. Kjo është krashim momental. E kemi të nga serial. Burrinit I ngjashëm me këtë. Apo e shkruan diku? Jo, thjesht po e them çdo ditë sa që e shoh. Nga që po shoh serialin me këtë. I bukur është, të shkon. Tim Bradford. Të shkon Jesse, po ky nuk duket si një tip I cili do lejonte që ti të kontrolloje telefonin. Ky e bën dhe vetëm ai, po Jo, ai nuk e kontrollon. Ai duket si një tip që ti ke ardhur nga klubi dhe të ka bërë për të ngrënë. O jeta ime sa I mirë. Oh, so sweet. Sweet. Dua. Një diçka I martuar dhe ka kalamaj, por që kur është ky më një problem. Po jo për ty, po. Me ç'po na dëgjojnë veshët e ç'po na shohin syt. Një sekond. Si çfarë me dy standarde. Ne pse ja kontrollojmë like-et çunave kur bëjnë foto? Po se like fotove me gotën e bikini? Jo, ja ta tregoj unë pse, se nëse unë bëj like foton e William Levit që është thjesht pa bluzë, çunat bëjnë like dhe komentojnë me njëri tjetrin video dhe foto vajzash që janë duke bërë twerk të zhveshura dhe ka një diferencë shumë të madhe midis të bërë twerk të zhveshur dhe William Levit. Po mëson rutinën e twerkut, domethënë është I investuar në artin e twerkut. Do të bëj Se unë nuk e shoh William Levin të bë gjëra të tjera. Që të donim, por unë s'flas dot. Jesse po. Se mua më duket interesante të shifja me dashurin tim në ai gotë që bën twerk. Po, that's just me. I love girls. Unë e bëj sepse më pëlqen shumë fiziku I tyre. Ja, por nuk më pëlqen kur e bëj me çuna. Videos ka për t'i bërë reprezale. Jo, se mua pëlqen për shembull dhe kur shoh një gocë të shumë të mirë në rrugë, them uça. Ajo. Dhe I kthen kokën dhe thotë pse e pe pastaj dhe kena ndodhur dhe ne e dim shumë mirë. Po mirë tani un po them, po tregoj me sinqert Jesse, okay? Mbarua? E fundit. Ka më? Kërkon të di çfarë bëre gjithë ditën. Jo, kjo është një flamurëshi. Unë e them vet. Come on. Është I mirë. Dhe si, bravo. Bravo Megli. Bravo. La mbaroj.